Toka po thith më shumë dritë se më parë. Ekspertët i japin alarmin për pasojat. Qendra kërkimore Langley e NASA-s ka zbuluar se hemisfera veriore po erësohet më shpejt nga ajo jugore. Ndryshim ky që pritet të ndikojë tek rreshjet dhe modelet e motit. Ekspertët shpjegojnë se normalisht ekziston një simetri mes dy hemisferave të planetit. Ato reflektojnë pothuajse të njëjtën sasi të dritës së diellit mbrapsht në hapësirë. Çka në vetvete është e çuditshme sepse gjysma veriore ka më shumë tokë, më shumë qytete dhe më shumë ndotje. Kjo duhet të çojë në një sasi drite të reflektuar më të lartë se sa gjysma jugore, e cila ka qenë kryesisht oqeanike, është shumë më errët dhe thith më tepër e zatim. Por studimi i fundit ka treguar se ky ekuilibër po zhduket, çka mund të ketë efekte shkatërruese për klimën. Autorët e studimit, shkencëtar të qendrës kërkimore, të cilët analizuan 24 vite vëzhgime nga misioni Ceres, zbuluan se tani po ndodhte kundërta. Hemisfera veriore po e thith më shpejt dritën se sa ajo jugore. Ajo po erësohet. Ky ndryshim në ekuilibrin e energjisë së tokës mund të përshpejtojë sipas tyre ngrohjen globale, sepse nëse planeti ynë si çdo objekt tjetër thith më shumë dritë, temperatura e tij rritet. Këto ndryshime sipas ekspertëve mund të ndikojnë tek rreshjet e përjedhoj edhe tek modelet e motit për dekadat e ardhshme.